Mishtë News, përshëndetje, në vijim do të shoqërojmë me informacionet më të fundit, do të ndalemi tek një ngjarje e rëndë ndodhur vetëm disa minuta më pas, ka pasur të shtëna me armë zjarri në gjykatën e apelit Tiranë, forcat shumëta policie janë në vend ngjarje, sipas informacioneve paraprake kemi të bëjmë me qëllimin, është qelluar pra një gjyqtar në këto momente, është ndaluar gjithashtu edhe autori, bëhet fjalë për gjyqtarin Astrid Kalaja, i cili, sipas informacioneve paraprake, si pasojë të shtënave, ka ndëruar jetë. Në këto momente do të kem në lidhje drejt për drejt gazetarin e Euronews Eni Ferrati për të mësuar diçka më shumë rreth asaj pra që ka ndodhur në gjykatën e apelit Tiranë, ku në këto momente që flasim ka shumëta policie dhe sipas informacioneve paraprake, si pasojë e të shtënave, ka humbur jetën gjyqtari Astrid Kalaja. Nuk e di nëse kam Eni Ferratin për më shumë detaje. Enit, përshëndes. Lutem thuaj diçka më shumë. Çfarë ka ndodhur? A është konfirmuar që gjyqtari ka ndruar jetë? Përshëndetje Ilir, rreth orës 15:35 minuta, salla operative e policisë Tiranë është alarmuar nga një telefonat e stafit të brendshëm të gjykatës lidhur me disa të shtëna me armë në ambientet e gjykatës së apelit me jurisdiksion të përgjithshëm nga një person i armatosur i cili brenda mjediseve të gjykatës ka qelluar me armë zjarri. Sipas informacioneve paraprake, bëhet me dije se është qelluar me pistolet disa herë në drejtim të gjyqtarit Astrid Kalaja. Sipas informacioneve paraprake, autori i dyshuar është arritur të neutralizohet nga forcat e stafit të sigurisë vetë gjykatës, por dhe forcat e policisë të cilat janë të atashuar pranë mjediseve të gjykatës së apelit me jurisdiksion të përgjithshëm. Nuk dihen më shumë rrethana lidhur me mekanizmin se si ka ndodhur ngjarja, as më pak edhe lidhur për motivet, por paraprakisht dyshohet që ngjarja tepër e rëndë e pa precedent ka ndodhur pikërisht për shkak të detyrës dhe motivet pikërisht pra lidhen me detyrën e gjyqtarit Astrid Kalaja, ku për cilin akoma nuk kemi një konfirmim zyrtar lidhur me gjendjen e tij. Na është bërë me dije që është dërguar më një herë me makinat e rastit për të dhënë ndihmën e parë drejt spitalit, por për më tepër nuk ka një informacion lidhur me gjendjen e gjyqtarit, i cili më herët ka shërbyer gjithashtu edhe në gjykatën e Shkodrës, njihet si një gjyqtar karriere i cili së fundmi ishte prej disa vitesh shërbente në gjykatën e apelit me jurisdiksion të përgjithshëm. Sipas informacioneve ende jo zyrtare, por sipas burimeve, autori ka kërcënuar edhe një sekretare të gjykatës me armë në dorë për të arritur deri tek mjediset ku gjendej gjyqtari, pasi është e paqartë ende nëse ngjarja e rëndë ka ndodhur në sallën e gjyqit apo në mjediset e gjykatës apelit me jurisdiksion të përgjithshëm. Tu e kam fjalën për korridoret apo zyrat e gjykatës. Duhet kemi parasysh që gjykata e apelit me jurisdiksion të përgjithshëm, si e vetmja gjykatë e shkallës së dytë me jurisdiksion të përgjithshëm, është një prej gjykatave me ngarkesën më të lartë sa i takon edhe çështjeve gjyqësore, ku zhvillohen dhjetra, ndoshta edhe qindra seanca gjyqësore pikërisht në ditë për shkak edhe të reformës dhe hartës së re gjyqësore, e cila i ka përqendruar të gjitha çështjet në shkallën e dytë pikërisht në gjykatën në Tiranë. Në këto momente ka një kakofoni edhe informacioni i lirë, por edhe sa i takon pikërisht gjendjes së gjyqtarit, forcat shumëta policie janë atashuar pranë gjykatës së apelit me jurisdiksion të përgjithshëm, kryesisht forca shqiponja, sa i takon pikërisht edhe neutralizimet apo jo të autorit të dyshuar, i cili nga ana tjetër është e pa imagjinueshme se si ka arritur të depërtojë brenda mjediseve të gjykatës me një armë zjarri, duke kaluar të gjitha filtrat e sigurisë, duke kryer edhe këtë ngjarje të rëndë, siç thash, një ngjarje e pa precedent ku pikërisht një funksionar i lartë i drejtësisë qellohet me armë zjarri brenda mjediseve të punës. Qartë, Eni, këto janë informacionet paraprake, sigurisht që do të mbetemi në kontakt për detajet të tjera. Siç e the, një gjyqtar i cili ka punuar gjithashtu edhe në Shkodër, pjesë e gjykatës së apelit Tiranë, ende nuk kemi një konfirmim zyrtar për sa i përket gjendjes shëndetësore të zotit Astrid Kalaja, pra qelluar vetëm disa minuta më parë brenda ambienteve të gjykatës së apelit. Po, Eni? Nëse më lejo Ilir, informacionet më të fundit na bëjnë me dije se krahas gjyqtarit janë plagosur edhe dy shtetas të tjerë. Mund të themi që
zyrtarisht mund të themi që kemi me 3 persona të plagosur të cilët kanë mbërritur me armë zjarri në ambientet e spitalit të traumës aktualisht, ku të gjithë personave që janë paraqitur i është dhënë ndihma e parë mjekësore, por siç thash ende nuk kemi një konfirmim zyrtar mbi gjendjen të gjyqtarit, i cili besohet se të ketë qenë edhe shënjestra e agresorit të armatosur, por dhe personat e tjerë që janë plagosur ndoshta në rrethana për të neutralizuar autorin apo për shkak edhe të qëllimit disa herë, pasi na është vërë me dije që është qelluar disa herë me armë zjarri pistolet në ambientet e gjykatës. Qartë, Eni, mbetet për të verifikuar nëse ka qenë gjatë një seance apo në ambientet e gjykatës apelit, ju e thatë pak më parë, sido që tjetë qëndron pikpyetja e madhe se si ka mundësi që personi që ka shkaktuar plagosjen e 3 personave ka arritur që të depërtoj me armë zjarri brenda ambienteve të gjykatës. Ende ka pikpyetje nëse bëhet fjalë për një person i cili ka një proces penal apo një punonjës i gjykatës apelit. Megjithatë, bilanci duket se është i tillë, 3 shtetas të plagosur të cilët janë